Si që i tha ajo i dërgumi Zotit, 5 vakte janë shumë. Po çfarë kërkoni, tha? 2 falem, 5 nuk falem. Njëri çuditshëm. 5 tha janë shumë, që në fakt 5 herë 5, 25, i telenovel, ne e kemi thonë. 5 minuta është i falje, 5 gjatë ditës, 25 minuta. Real Barcelona është 2 orë pa i qerek, shikojnë dhe nxemjen përpara. Po them, një aq aty ishte ai. Aq kishte botë, dhe profeti i kuptonte njerëzit botën që ai kishte. Tha ky pas ka shumë 5. Çfarë don? Tha du të fal 2, tha 2 fal. Kur hiku ai tha shokët e vet, dërgumi Zotit, po ato janë 5. Tha do filloj 2, do t'i përmbushi 5. Lejni hapësirë njerëzve, se janë gjithë isoj që fillojnë edhe 5 vakte dhe Ramaznate. Lej njerëzit mendojnë, lej njerëzit reflektojnë, lej njerëzit lexojnë, se po i bën këto në Islam do shkojnë. Ke Zoti vet, jo ke ne, se s'ka punë me ne, ne gjithë shkojmë ke i madhi Zot që na krijoi dhe na rrethoi me këto mirësi të pakufishme. Pra, besimi ke Zoti, kuptimi i botës kësaj që jetojmë dhe asaj që do shkojmë, i mbuluar në gjitha anët me moral, pastaj vjen e mira dhe e keqja që instalon dhe bën i musliman dhe e kthen Islamin në sistem. Ky është Islami real. Tha, çfarë ishte profeti? Nuk tha as haxhim mbi tokë, as namazli, as zekatçi, tha Kur'an i plot, sistem pra, që este mbi tokë dhe instaloi teorinë praktik. Pa shikoje pra të begatofti madhi Zot se s'do të ngelesh më mbrapa. Nuk duhet ngelesh as një sekond. E pyetën një herë çfarë bënte? Tha gjithmonë ishte në përmendjen e Zotit. Kurani thot për Isan apo Jezusin. Isan apo Jezusin, profetin e madh, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Tha kur vet fol Isai në Kur'an dhe thot, më bëri Zoti të begat kudo që isha, më urdhroi me namaz dhe me zeqat derisa t'jap shpirt. Që do të thot, më bëri të begatshëm, jo vetëm xhami, më bëri të begatshëm kudo që isha, si ishte Isai apo Jezusi. Në çdo vend i përmendte njerëzve Zotin. Në çdo vend përmendet madhin Zot. Në çdo vend thoshte gjëra pozitive. Në çdo vend thoshte mos e bëni këtë të keqe. Në çdo vend ishte i mrekullueshëm. Ky është muslimani që kërkohet. Jo e kërkoj unë. Ky është muslimani që kërkohet në Kur'an. Si është muslimani që kërkohet në Kur'an? I tha herë profeti shokëve të vet, i kishte. Tha, brenda mundësisë urdhroni për mirë, të shkojë njerëzimi për mirë dhe të largohet nga e keqja.